Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahu I lartësuar thot: "Wa ma antum bi mu'jizina fil ardi, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Ju nuk mund t'i shpëtoni pushtetit të Allahut dhe plot fuqieshmërisë së Tij në tokë. Dhe ju nuk keni kujdestar tjetër përveç Allahut të lartësuar që të kujdeset për ju, që t'u rregulloj punët dhe t'u sjellë të mirat. Dhe as ndihmës, nuk keni ndihmës përveç Allahut të lartësuar që t'u largojë të këqijat. Njeriu nuk mundet që t'i shpëtojë pushtetit të Allahut të lartësuar në tokë. E tërë gjithësia është nën pushtetin e Allahut. Ai vepron në gjithësi si të dëshirojë. Allahu është I gjithfuqishëm. Njeriu çfarëdo që të bëjë është nën pushtetin e Allahut. Prandaj, përderisa ne nuk I shpëtojmë dot pushtetit të Allahut, përderisa ne jemi nën sundimin e Tij, kudo që të ndodhesh në tokë, Allahu ka fuqi absolute mbi ty. Përderisa është kështu, atëherë duhet të ruhemi nga devijimi, të ruhemi nga gjunahet. Njerëzit duhet të ruhen nga shirku, duhet të ruhet nga mohimi, të mos mohojnë të vërtetën, sepse Allahu është I gjithfuqishëm, nuk I shpëtojnë dot Allahut të lartësuar. Nëse vdesin në këtë gjendje, sigurisht do përfundojnë në dënimin e Allahut të lartësuar. Duhet të ruhemi nga devijimet, nga gjunahet, sepse gjunahet kanë pasoja. Jemi nën pushtetin e Allahut, jemi në tokën e Allahut. Ne nuk I shpëtojmë dot pushtetit të Allahut të lartësuar. Përderisa është kështu, duhet kemi frikë prej Tij dhe të ruhemi nga gjunahet, të ruhemi nga pasojat e gjunaheve. Nëse dëshiron Allahu I lartësuar, I dënon gjunaqtarët se janë nën pushtetin e Atij. Prandaj dikush nga njerëzit e mirë ka thënë, nëse dëshiron të bësh gjunahe, të kundërshtosh Allahun, atëherë gjej një vend ku nuk të shikon Allahu, ose gjen dot. Gjej një vend ku nuk je në pushtetin e Allahut, ose gjen dot, sepse ne jemi krijesat të Atij, ne jemi në pushtetin e Atij. Ju duhet na vijë turp prej Allahut. Duhet kemi frikë prej Tij. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dhe ju nuk keni kujdestar tjetër përveç Allahut që mund të kujdeset për çështjet tuaja. Dhe nuk keni ndihmës tjetër përveç Tij që të largojë të këqijat. Askush nuk I sjell të mirat përveç Allahut. Askush nuk mund të largojë të këqijat nga ne përveç Allahut të lartësuar. Allahu I lartësuar është ai që kujdeset për robët e mirë, që u sjell të mirat. Allahu I lartësuar është ai që largon të këqijat. Prandaj duhet I bindemi Allahut, duhet jemi në rrugën e Tij, duhet të adhurojmë Allahun të vetëm, të kërkojmë ndihmë dhe shpëtim vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, sepse ai është kujdestari I vetëm në gjithësi. Dhe ai është ndihmësi. Ai na ruan nga të këqijat, ai na I largon të këqijat. Lutë Allahu subhanahu wa taala të rregullojë punët tona, të na ndihmojë, na jap të mira, dhe të na ruajë nga të këqijat. Allahu shpëlbej të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.